Ehli bejti i profetit Muhammad, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk zë një vend të veçantë në Islam vetëm për shkak të lidhjes së tyre farifisnore me të dërguarin e Allahut, por mbi të gjitha për shkak të misionit të tyre hynor në ruajtjen dhe përcjelljen e fesë. Kurani i Shenjtë i veçon ata në ajetin e pastrimit, teksa thot: Allahu dëshiron vetëm që të largojnë nga ju çdo papastërti, o ehli bejt, dhe t'ju pastroj plotësisht. Sura Ahzab, ajeti 33. Ky ajet tregon se Allahu i madhëruar u dha atyre një pozitë të veçantë shpirtërore, duke i bërë shembull të pastërtisë, devotshmërisë dhe bindjes ndaj tij. Për këtë arsye, dashuria ndaj ehli bejtit nuk është thjesht një ndjenjë emocionale apo respekt familjar, por ajo është një lidhje me njerëzit që mishëruan në mënyrën më të plotë mësimet e Islamit dhe i jetësuan ato në çdo aspekt të jetës së tyre.